Roma dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të drejt për drejt të sontëm. Ne bashkë me të ftuarit tonë në studio, sonte do ju prezentojmë më detajisht se si po funksionon qendra specialistike pediatrike e cila kohë më parë u hapë në Poliklinikën Bitpazar. Për atë se çfarë dhe kur mund t'i dërgojmë fëmijët, po pse jo edhe foshnjët në këtë poliklinik e jo drejt për drejt në klinikën universitare të fëmijëve, do të mësojmë nga drejtori i kësaj qendre të shëndetit publik, si që thashëm parë, zoti Samir Iseni, ndërkohë që bashkë me të në studio është edhe doktor Harkan Mehmedi, pediatër, i cili motiko tashmë është edhe specialist i kësaj lëmie, pra njerit edhe është aty në këtë qendër specialistike dhe trajton fëmijët. Por para si të fillojmë apo jo edhe zyrtarisht të bisedën dhe detajet si që i paralajmëruam, ju falemderoj. E dim se jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, kemi ato traditat tona fetare, iftari dhe jo njëherë ju kemi këtu drejt për drejt në studio. Drejtor, faleminderit që i jeni pjesë, por gjithashtu edhe ju, doktor. Faleminderit, pikës pari ju falenderoj edhe juve për ftesën që na bët të jemi pjesë e emisionit juaj. Si që përmendet në këtë muaj të shenjtë Ramazanit me obligimet që i kemi gjithandej, desha të uroj edhe gjithë besimtarëve musliman muajin e shenjtë Ramazanit, ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Gjithashtu. Drejtor, 6 muaj jeni duke udhëhequr këtë, unë do thoja me të vërtet institucion shëndetësor me relevancë, sepse kemi të bëjmë me një qendër të shtëpisë së shëndetit, ku njësër poliklinikash funksionojnë në nëmbredhën e kësaj shtëpie të shëndetit, që do të thotë, mund të them lirisht që mjekësia primare është e ngërthyer në këto poliklinika, ashtu i njohim ne si qytetar, po edhe ashtu thonë. Gjatë këtyre 6 muajve, përveç që hapë, do me thënë, pikën specialistike pediatrike, a mund të na përshkruani, do me thënë, nga këndvështrimi juaj si menaxhues, si do e kishit përshkruar funksionimin? Keni probleme apo jo? Cilat janë ato që ndoshta do të kishit dashur për fillim të emisionit ti theksoni, e më pas ndalemi edhe në problemet për cilat i dim edhe ne, edhe qytetarët, edhe që zakonisht presim nga përgjegjësit dhe menaxhuesit e këtyre poliklinikave të zgjidhin të njëjtat. Po, ashtu pra si që përmendet, shtëpia e shëndetit është institucion publik më i madh shëndetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila përfshin pra sigurim shëndetësor primar, sekondar, por gjithashtu preventiva, edhe gjithashtu e kemi edhe ndihmën e shpejt, e cila përfshin gjithë qytetin e Shkupit, si dhe fshatrat që i kemi përreth. Dhe mund të themi se është një obligim tejet i madh, duke pas parasysh se sa banor jetojnë në Shkup, duke i pas parasysh edhe problematika tjera që i kemi, por për problematika do bisedojmë më vonë. Ajo që dua të theksoj se shtëpia e shëndetit diku i ka 13 poliklinika të mëdhaja dhe 45, se nuk jam tash gabim, i ka ambulanta pak më të vogla në rajonin e Shkupit, pra dhe fshatrat përreth. Këto 6 muajt prej se jam unë, mund të them se tash jo që po e lëvdoj vetëm, po për atë më shumë kisha pas qef flasin të tjerët, qytetarët në veçanti, por jemi mundu të paktën të bojmë disa hapa të mira që shkojnë në favor normal të qytetarëve, të pacientëve, e pastaj edhe për stafin mjekësor që e kemi ne aty. Ne e dim problematikën që e kemi me stafin mjekësor, ku kemi mungesë të kuadrit, mirë po me ato që i kemi, po mundohemi që t'ja dalim mban. Mund të theksoj si projekt apo si pun pak më të madhe, ose më të rëndësishme, që e ka bërë shtëpia e shëndetit gjatë këtyre 6 muaj e gjysmë, është hapja e magnetit që e kemi, magnetin për rezonancë, e cila është në Poliklinikën e Ida Dijes, e cila gjithashtu aty nuk shkojnë vetëm pacientët e Shkupit, por aty vinë pacient nga gjithë Maqedonia.
Po, vetëm duhet termina, po jo për këtë pjesë do flasim, sepse është problem në vete edhe leximi imagjeve. Ne kemi edhe në poliklinikën qajrë rezonancë magnetike, mandej kemi kompjuter tomografik në tjera poliklinika, po zakonisht kemi problemin me leximin e imagjeve, për këtë pak më vonë të shohim tani pediatri. Do thotë për ju është mendoj se një kënaqësi e veçantë tani kur keni kushte që edhe në orar dhe me thënë të natës, ose të mbrëmjes, ose thënë 24 orë, fëmijët vinë të kontrollohen tek specialist pediatër, edhe pse në poliklinik, e jo drejt për drejtë në klinikën universitare, por për atë se si po funksionon dhe çfarë krejt ofroni, normal që do të na informoni gjatë minutave në vijë. Sfari herë përshëndetje, unë gjithashtu desha t'ju uroj gjithë muslimanëve muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të tregojmë domethënë për ambulantën pediatrike e cila është hapur tash kohën e fundit, domethënë është një hap shumë i rëndësishëm për qytetarët e Shkupit, ku gjithashtu domethënë zvoglohen pritjet e gjata të cilat bëhen në klinikën universitare apo në klinikën e fëmijëve në Kozle. Shërbimet të cilat i ofrojnë kjo pikë kujdestarike nuk janë të njëjta me ato spitalore, mirë po ne mundohemi që t'ju ndalim në ndihmë qytetarëve sadopak që mos domethënë për ato gjanat elementare të cilat janë të nevojshme për domethënë për ftofje të lehta apo për diçka që janë më primare kur duhet të intervenohet, mos të presin rast të gjata në klinik, po mund të vinë në pikën kujdestarike. Domethënë tek ne nuk është qendër urgjente apo nuk është spital ditor, por domethënë gjithashtu trajton domethënë kemi terapi cila i jepet tek fëmijët si terapi inhalatore, terapi kur ka domethënë nevojë, jo që është diçka terapia që duhet tipe domethënë vetëm në ato raste kur ka nevojë jepet terapi me injekcione, për shkak se ne kemi qef ato injekcione, ashtu që domethënë ato terapi të cilat janë tepër të nevojshme për fëmijët atë. Ne do ndalim pak më detajisht rreth atyre shërbimeve që i ofroni domethënë tani si qendër specialistike, se megjithatë edhe nga përvoja juaj, po besoj që edhe gjithë ata që na ndjekin e dinë se zakonisht kur i dërgojmë fëmijët në kujdestarinë poliklinika, rrallë herë ndodh ndonjë intervenim aty, qoftë madje edhe ndonjë ilaç, injekcion apo kështu me radhë, por drejt për drejt fëmijët dërgoheshin në klinikën universitare të fëmijëve, sepse aq ishin mundësi. Tani diçka ndryshe është. Tani kemi aty 24 orë pediatër, apo jo? Jo. Na funksiononi mande edhe ju në pjesën, sepse ju megjithatë nuk jeni doktor, po jeni menaxhues edhe i dini gjitha këto shërbimet që i ofroni. Po. Pra së fundmi edhe u hap qendra specialistike pediatrike në poliklinikën e Bitpazarit, ku me të vërtet qytetarët e kanë prit shumë mirë dhe me të vërtet ka pas nevojë të madhe për këtë. Bile është bisedu që kësi lloj qendra të hapim edhe në poliklinika tjera, mirë po tani për tani kemi fillu vetëm në Bitpazare, pastaj do ta shohim sipas rrjedhojës edhe në poliklinika tjera. Punkti apo qendra pediatrike specialistike punon çdo ditë nga ora 19:30 deri në 7:30 në mëngjes. Ndërsa për kontrollet të tjera pediatrike i kemi poliklinikat ku kemi aty prej në mëngjes. Po. Edhe si mjek familjar janë ato apo jo? Po. Mirë po këtu te ky punkt i kemi ekipi pra përbëhet prej pediatër specialist, prej motrës medicinale dhe prej një laboranti. Sepse aty pos kontrollit pediatrik mund të bëjmë edhe laboratori, për shembull pasyrë të gjakut, CRP, urin e kështu me radhë. Nga këto analizat që i bëni, ju më veç e dini si pediatër se fëmia është me viroz, është me ndonjë smundje bakteriale apo ndonjë problem më serioz, e pastaj më veç edhe mund ta dërgoni në klinikë apo jo vazhdon? Unë kam cekë edhe në emisionet e kaluara kur kam qenë, domethënë me rëndësi është pasqyra e gjakut. Po, pasqyra e gjakut, mirë po pasqyra e gjakut edhe domethënë edhe prind kur vinë me fëmijë ju sugjerojmë që të bëhet ditën e tretë. Domethënë nuk është ka filluar temperatura paragjysore dhe më njëherë të vrapohet për pasqyrë gjakut. Pasqyra e gjakut në ato momente nuk tregon asgjë. Domethënë kudo, si në Maqedoni dhe gjithkund në Evropë dhe në botë, domethënë pari herë ditët e para jepet terapi vetëm simptomatike. Me nënkuptimin e terapisë simptomatike, ne kuptojmë që nëse fëmia ka temperaturë të lartë trupore, jepet vetëm antipiretik. Nëse ka për shembull kolitje, fillohet me inhalim. Domethënë sipas simptomeve jepet edhe terapia. Pasi kur të zgjatet domethënë
koha e zgjatjes së simptomeve atëherë, vetëm se bëhet pasqyrë e gjakut dhe atëherë mjeku ose në shërbimin kujdesarik, domethënë japim terapi e cila duhet të fillohet, domethënë qoftë ajo antibiotik apo ndonjë terapi tjetër. Mirë, po me rëndësi është të cekët që domethënë ditët e para apo orët e para kur fillojnë simptomet, është me rëndësi të jepet terapi simptomatike dhe rehidrim, sidomos te këto tash që kishin virusin e fundit, i cili ishte me temperaturë të lartë trupore dhe shumë i rëndësishëm ishte rehidrimi. Si edhe terapia, domethënë vitaminozet, cila duhet të jepet çdo prindërin për fëmijët e vet, ashtu që edhe kur vinë, domethënë që janë prind s'pari herë, i sugjerojmë dhe i këshillojmë se çfarë terapie duhet të pranojnë fëmijët. Po. Ditët e para, tash u bën 20 ditë apo jo prej kur u hap? Tash Nëse ndoshta me ditë shkurt është hap, po, tash i bie diku pothuajse 1 muaj. Rregull. Statistika keni, sa shërbime mund të funksionon mirë, vinë, e vizitojnë, u jepni shërbime, keni nevojë pastaj edhe për pediatër tjerë, se nuk di edhe sa pediatër janë të angazhuar dhe mbase punojnë në orar të natës, apo jo mund të jetë ndoshta edhe pak e komplikuar për mjekët, po ja që që kemi katë sa janë. Si organizoni këtë? Po. Për momentin i kemi 19 specialist pediatër. Po, është edhe ajo. I kemi 19 specialist pediatër, të cilët e kanë menaxhu disi punën se cili do të shkojë, e kanë me rend orarin e tyre. Punkti pra funksionon siç thash mbrëmje vetëm, ndërsa ditën, edhe pse pediatrave pas ndërrimit të natës ju takon ditë pushimi, 2 ditë pushimi, ne këtu hasim pak problematik se nuk mund të mbulojmë të gjitha poliklinikat, mirë po tash besoj se do hasim në mirë kuptim edhe nga qytetarët, por është mirë ta cekim se tash presim këtë periudhë, tash nuk e di këtë muaj apo muajin e ardhshëm, do kemi konkurse të reja ku do ketë edhe punësime të reja, që do t'ju dalin ndihmë jo vetëm pediatrave, por nga të gjitha specialistikat që na nevojiten. Statistika që kemi nga punkti, nga qendra, është se diku për rreth sa vjen jashtë 1 muaj, diku 25 ditë, i kemi diku 770 kontrolle të fëmijëve, pra prej moshës mujore, prej 0 deri në 14 vjeç. Që është një numër mjaft i konsiderueshëm, i mirë. Nga ana e qytetarëve, edhe pse ka pas njëjtë gazetar edhe aty në vend, janë të kënaqur shumë, për arsye siç e përmendi edhe doktori, në Kozle edhe në klinik bëhet një numër i madh aty në pritje që janë, dhe për atë arsye tash ku e kanë edhe më afër, edhe më pak pritje. Edhe këtu është një farë lloj triazhi apo jo, nëse ka nevojë apo jo dërgohet, nëse jo fëmia mbahet më merr mendja nën kontrollën e mjekut deri nesër tek për spaku e din prindërit se çfarë po ndodh. Nga këto shifra që i dhat ose nga këto tani u shpreha ndoshta këtë shifra se megjithatë janë domethënë persona, pacient, fëmijë. Çka më së shumti të diagnostikua probleme me virozën, sepse ishim në pikun e virozës, apo? Ishim domethënë në periudhën e virozës, ku ishte domethënë para disa ditëve ishte edhe piku, tashmë vetëm se ka filluar numri të bie, mirë prap ka domethënë ka ende të sëmur. Zakonisht kanë ardhur domethënë me këtë virusin e fundit që ishte aktual, po nuk kanë munguar edhe domethënë ndezje të veshit apo ndonjë infekcion tjetër, mirë po infeksionet të cilët kanë qenë më të rënda, normal i kemi sugjeruar të vazhdojnë në klinikën e fëmijëve. Mirë po shumë të rasteve ju kemi kryer shërbim edhe në qendrën pediatrike këtu në poliklinikën e Bitpazarit. Po, drejtor thatë se keni 11 pediatër apo jo? Janë vetëm të punësuar në shtëpinë e shëndetit, apo ndoshta huazonin ndonjëherë nga klinika sepse edhe atje ka deficit? Nuk di si do e organizoni tani këtë? Jo, pra të gjithë të punësuarit që i kemi në qendrën janë të punësuar të shtëpisë së shëndetit. Nuk është numër i mjaftueshëm, mirë po siç thash presim tash në ditëve në vijim, periudhës në vijim, që do të kemi konkurse të reja, edhe pse duhet ta cekim se ne i kemi pediatër të mjaftueshëm të diplomuar që do të inkuadrohen këtu apo si? I kemi atesha ta them se i kemi në specializim që janë diku rreth 50 specialista të lëmive të ndryshme, të drejtimeve të ndryshme, pra kemi pediatër, kemi ortoped, kemi urolog, siç bie hund,
fyt dhe vesh, kemi mjek të edukatës fizikale, të syve gjithashtu, sepse të folim realisht kemi mungesë nga të gjitha këto fushat, po, dhe besoj se me momentin që do të specializojnë, disa janë në fund të specializimit, disa janë pak edhe më shumë, pritet 2-3 vjetë, po besoj se ky numër ditëve, mendoj periudhës në vijem, do të mbulohet, sa do pak. Po, nëse kthehemi pakës më herët, disi nguronin mjekët, doktor, edhe ju mund përshiheni këto, po edhe ju, drejtor, nguronin të punojnë në shtëpinë e shëndetit, spaku nga ato të dhëna që i kishim paraardhësit e juaj që i plasonin këtu në këtë studio të Provites. Si qëndron puna tani? Ka ndryshuar diçka në këtë drejtim? Dhe si do i bani, si do i jo dhe të pëtë, si do i... Po, si do i mbajmë. Si do t'i mbani pastaj? Unë vetëm se kom... Pagat, nuk di tani sa i keni rritur apo jo? Shive, po, aty pra desha dalë se problemi është e pagat. Nëse krahasohemi me klinikën apo me institucione tjera këto shëndetësore që kanë, mund të themi se jemi nga pagat më të dobët. A gjithë jeni specialist apo jo? Po, njëjtë specialist. Nuk flasim për mjekë përgjithshëm se dhe ata kanë rolin e vet, po këtu kemi domethënë unë vetëm se kom nis iniciativë kam pas edhe takim me kryetarin e sindikatës, me të cilin jemi në procedurë pra të ndërrimit të marrëveshjes kolektive që e kemi, dhe tash për periudhën nuk e di sakt si, po jemi në kontakt edhe me ministrin e shëndetësisë, si dhe me qeverinë, se ajo do të kaloj te ministri, pastaj në qeveri të votohet, dhe besoj se në muajt e ardhshëm do të rregullohet edhe kjo çështje, pra puna e rrogave. Në një farë mënyrë aty rritet koeficienti që e kanë mjekët specialistët, po jo vetëm këta. Rroga do rritet edhe te motrat medicinale dhe te stafi teknike, të gjithë. Doktor Arkan, e di se keni specializuar në klinikë, keni punuar atje, tani jeni në shtëpinë e shëndetit, do të qëndroni këtu apo jo? Po, tash besoj që po, për shkak se kushtet janë të mira për momentin, do u hap edhe qendra pediatrike, ashtu që vetëm se jemi në atë lëmi ku kemi specializuar, për shkak se gjithmonë kur ishim në preventiv kemi pas punë vetëm me fëmijë të shëndosh, mirë po tash kemi domethënë me simptomatologji të ndryshme ku vetëm se e gjejmë veten për atë lëmi që kemi specializuar dhe besojmë këto që i tregoi drejtori, të rregullohet që të gjithë të qëndrojmë këtu dhe të rritet edhe numri i specialistëve, të rritet edhe numri i personelit të mesëm dhe gjithë personelit stafit administrativ dhe gjithë personelit që jemi në shtëpinë e shëndetit. Rregull, drejtor, me kaq pediatër që i keni dhe besoj që edhe motrat edhe laborant që punojnë në këtë qendër, a mendoni se me këtë ekip ose me këtë staf sa është, do vazhdon puna pa ndërprerje në poliklinikën Bit Pazar? Po, duke pas parasysh punën se megjithatë punohet në orar të pak më të rënda, apo jo gjatë gjithë natës. Dhe jo gjithë duan të jenë vazhdimisht në kujdestari. Po. Nëse eventualisht paraqitet ky problem, keni ndonjë plan tjetër? Shive, deri tani mund të them se nga specialistët si drejtuesi i institucionit, pra jam teti i kënaqur, nuk kam has në probleme mes tyre. Puna besoj që do vazhdohet. Pse jo tash, siç thash, nëse kemi edhe punësime të reja, nëse kemi edhe këto specializantë të cilët janë në përfundim. Nëse të shohim se është paralajmëruar mjaft shumë se do kemi, madje edhe me shifrat të natë, tani më intereson me qenë se ju jeni drejtor, nga ju duhet përgjigjet me thënë ku jemi deri ku jemi me këto punësime, spaku në shtëpinë e shëndetit. Po mu për atë besoj që kjo punë e stafit, mendoj e kuadrit, do rregullohet së shpejti, siç tash jemi në kontakt edhe me ministrinë, edhe me institucione tjera, të cilat ministrinë pra fondi shëndetësor, si Ministria Financave, për të cilëve vetëm se ne kërkesat i kemi dërgu për punësime, janë në shqyrtim, besoj se shumë shpejt do hapen edhe konkurse për punësime të reja. Mendoj ka kërkesë të mjaftueshëm edhe prej mjekëve, të cilët pothuajse jo çdo ditë, po çdo javë kemi disa të rinj të cilët vinë të më takojnë dhe të interesohen për punë, të punësohen në shtëpinë e shëndetit. A ka ndonjë kusht që duhet ta plotësojnë përveç që janë të diplomuar? Kusht? Po.
Jo, kushtet janë ato që janë. Dihet, tash nëse është për mjek i përgjithshëm, është kushti vetëm me diplomë të fakultetit, ndërsa nëse është specialist, i dim ato kush është me nëse janë specializantë që janë të interesuar në një fushë të caktuar, a kanë gjasa edhe ata të punsojnë, sepse edhe një farë ligji tani është sikur 6 muaj apo 6 vite sa ishte, doktor. Ju e dini më mirë, na i sharoni këtë? Jo, puna e specializantit... Si është tani, çka ka ndryshuar në fakt? Po, puna e specializantit ai mund të punsohet, po nuk mund të ofron shërbime specialistike, për arsye se nuk ka specializuar ende. Ai mund të ofron shërbime vetëm të mjekut të përgjithshëm. Edhe nëse është në fund të specializimit. Edhe nëse është në fund. Para se ta kryej nuk mund të ofroj shërbim specialistik. Po. Derisa që e kishit fjalën, domethënë 6 muaj, 6 vite, domethënë është 6 muaj. Domethënë ato mjek që përfundojnë studimet, mirë. E disha ku e keni fjalën. Domethënë ato mjek që përfundojnë studimet 6 vjeçare, për shkak të mungesës në gjitha shtëpitë të shëndetit, jo vetëm në Shkup, por domethënë në gjithë rajonin e Maqedonisë, ka nevojë për kuadrot të cilët do t'i plotësojnë ato vende të punës që kryhet vaksinimi dhe preventiva, domethënë niveli për preventiv të kryhet me dhe ndihmën e shpejtënjit, ka kuadrat të cilët pas përfundimeve domethënë të mjekësisë, ato vazhdojnë 6 muaj, e kanë si kusht për të filluar specializim. Domethënë deri tash ishte, tash nuk e di a do të vazhdon apo jo, mirë po deri tash ditëve ku jemi për momentin, domethënë ishte kusht për të filluar specializim. Domethënë ato duheshin ta kryejnë atë kursin 6 mujor, të cilën ju japin leje të vazhdojnë pastaj në specializimin të cilët i dëshirojnë. Kurse ajo pas asaj kohës, domethënë, ato mund edhe në njëjtën kohë kur janë, domethënë, në atë kurs, ato mund të aplikojnë për punësim dhe të shohin veten aty ku janë. Doktor, përmendet të mirat në fillim. Nuk dia I përmendet gjitha që mendoni ju se janë të mirat, që pastaj shkojmë tek problemet siç është leximi I imazheve, theksuat se kemi edhe një rezonancë magnetike në Idadia, duket, në Poliklinikën Idadia. Në Çajërmove që kemi motiku, por ja që problem është leximi I imazheve. E keni zgjidh mungesë kemi të radiologëve, edhe në klinika është problem që të lexohen këto imazhe, mos flasim në poliklinikat. Si do ja bëni, po ja bëni disi, keni gjetë zgjidhje apo planifikoni? Çfarë do thoni sot si drejtuesi I këtij institucioni shëndetësor? Po, një nga të mirat që I veçova është edhe ajo hapje magnetit në Poliklinikën e Idadis, duhet të cekim se kur e morëm detyrën ne, si drejtori shtëpisë së shëndetit, vetëm se ishin akumuluar disa projekte, disa punë të cilët nuk mundeshim në atë periudhë të bëjmë diçka plus. Mirë po, me kalimin e vitit të ri, pra nga viti 2025, ne vetëm se kemi angazhuar, është e vërtet pra punat me punën e imazheve, të cilin kanë pas ngecje diku 700-800 imazhe nuk kanë qenë të lexuara, edhe pse rezultatet janë vënuar te imazhet. Po, shumë janë vënuar. Edhe ajo është, domethënë, një gjë që të gjithë e dimë, domethënë edhe në klinika, edhe në vetë klinikën e radiologjisë, domethënë rezultatet janë vënuar me muaj. Po, është e vërtet. Mirë po tani lirisht mund të interesojnë se nuk ka asnjë imazh të pa lexuar. Rezultate ka për të gjitha imazhet. Si zgjedh ky problem se ishte problem? Po, ishte problem. U zgjedh sepse bëm një marrëveshje me klinikën e qytetit, me disa radiologë atje që janë të punësuar, që pranuan, pra diku janë 4, ata pranuan që tua dërgojmë me një farë lloj sistemi të cilin e kemi instaluar tani, edhe kjo është një risi shumë e mirë, se përpara u deshke imazhet me I marr prej te vendi, pastaj ti dërgojnë. Edhe atë pacientit edhe puna e kohës, po ashtu. Mirë po tash e kemi instaluar një sistem të ri me të cilin mjekët pra radiologët nuk kanë nevojë të me CD të marrin dhe t'i lexojnë, mirë po nga kompjuteri I tyre lidhen me atë sistem, prej të cilin edhe prej në shtëpi mundet t'i lexojnë këto imazhe. Prej vitit të ri, pra këto imazhe ma vetëm se janë të lexuara të gjitha dhe nuk ka asnjë ngecje në punën e imazheve dhe rezultatet janë të gjitha gati. Po. I marrin shpejt tani? Menjëherë. Nuk kemi ngecje në atë punë. Tani radhën e ka apo jo pediatri, a juve si drejtor ende kemi, domethënë, për t'ju pyetur. Doktor Arkan, megjithatë jeni pediatër, do të thotë ju morëm këtu që domethënë të flasim më tepër për atë se çfarë krejt ofron kjo qendër e posa hapur, dhe thatë se domethënë jeni aty për çdo rast. Por megjithatë në pika me të vërtet shkurta na dhat informacione se për çfarë krejt mund të drejtohen
prindërit me fëmijët, apo jo se është qendër pediatrike. Dhatë edhe ca shifra që thatë vjen keq po qenë kanë shumë, apo jo për 20 ditë 700-800 kontrole, po nga ana tjetër është mirë që nuk është dashur domethënë të ngarkohet edhe klinika universitare e fëmijëve. Këtë drejtim, sa është me rëndësi bashkëpunimi i prindërve kur vinë në orët e natës, ndoshta ata kërkojnë shërbime pak më tepër, sepse megjithatë tash është për ne diçka e re, është qendër pediatrike dhe ndoshta mund të hutohemi nëse ju nuk na jepni ndonjë shërbim në momentin e caktuar. Po urdhën. Ne kuptojmë domosdoshmë shqetësimin e prindërve në ato çaste, se secili prind bën gjithçka që fëmia e vet të shërohet sa më shpejt. Von me ardhen në qendrën specialistike, ne përveç këshillave që japim, varësisht prej simptomatologjisë apo gjendjes klinike të fëmijës, ne aplikojmë edhe terapinë që e përmenda pak më herët. Varësisht prej gjendjes klinike. Nuk mundet ne diçka t'japmi çka nuk ka nevojë, mirë po e këshillojmë për gjithçka që është e nevojshme, e këshillojmë sikur që duhet të pranon terapi në shtëpi, domethënë, atë terapi që nuk ka qenë në mundësi të shkon te mjeku am, vinë domethënë në orët e vona dhe gjithashtu i këshillojmë për gjithçka që duhet. Përveç këshillave, domethënë ato kanë mundësi që nëse është e nevojshme, bëhen edhe pasqyra e gjakut, siç përmendi drejtori, bëhen Nëse është e nevojshme, nuk ka bëni çdo herë? Jo, domethënë bëhen kur është e nevojshme. Domethënë mjeku e cakton, domethënë mjeku e shef gjendjen klinike të fëmijës dhe nëse e shef të arsyeshme që duhet mu bë analizat, bëhen. Për shkak se analizat nuk janë vetëm që mi bos sa me pas një pamje. Domethënë tregova që në fillim nuk mund të shifet gjithçka me pasqyrë. Domethënë duhet të kalon një periudhë që virusi të dominon në trupin e njeriut, të reagojnë antitruptat e trupit dhe pastaj të japin një manifestim trupi që të del ajo në pasqyrën e gjakut. Pak më profesionale, mirë po të shpjegojmë pak më tepër që ta dinë se nuk bëhen minjëherë analizat e gjakut nuk bëhen. Që të punoni, të funksiononi, jo rastisht prita disa ditë, 20 ca ditë që të keni çfarë të sharoni, sepse është vetëm të themi që është hapur kjo qendër. Jo rastisht deshta të marrë sonte në emision. Ne kemi edhe atë eksperiencën që kemi marrë në klinikën e fëmijëve, ashtu që atë princip e vazhdojmë, vetëm se ju e kemi hapur një ndihmuar edhe kolegëve që janë në klinikën universitare dhe në klinikën e Kozlës, ashtu që besoj që edhe qytetarët do të jenë të kënaqur me shërbimet tona që do t'i japim. A mendoni që ndoshta të ofroni edhe kushte ju si drejtor, të bëni një kabinet apo si do një ordinancë, edhe ndoshta për eventualisht për qëndrim ditor, nëse e shihni të arsyeshme që një foshnjë, një fëmijë ka dehidruar dhe thjesht ndoshta i duhet vetëm një ushqim artificial për momentin. Mirë që e cekot edhe këtë gjë, se... Kishte qenë mirë ma mërmendja, mbase kemi pediatër specialist. Njëjtën gjë e bëjmë. Kemi laborator? Na mungon vetëm edhe një për raste kështu më të lehta, sepse nuk guxojmë apo jo aty trajtohen fëmijët që janë raste specifike. Ne kemi diskutuar edhe këtë gjë, pra për hapjen një dhome plus, pra për trajtim ditor. Mirë po, për arsye se nevoja ishte shumë e madhe për të hapur qendra, u desh të reagojmë sa më shpejt që njëherë të fillojmë me këtë. Por në të ardhmen, siç thash edhe Parzit, e kemi në plan edhe atë punë, por do ta shohim mbas të rrjedhojave si do të ecë puna. Por jemi pro asaj, pra që të hapim edhe një dhomë aty afër qendrës, afër laboratorisë apo si ta quaj, edhe një qendër, një dhomë plus që të ketë edhe qëndrim ditor, për shembull, nëse ka raste pak më të komplikuara kështu me radhë. Po cilat raste do duheshte ose kishte qenë mirë? Çfarë është mendimi juaj si pediatër për këtë gjë? A jeni të gatshëm që të keni aty edhe një qendër ditore? Normal. Për raste urgjente ose çfarë krejt nënkupton ajo raste urgjente? Ne si kuadër normal që jemi të gatshëm, mirë, po kushtet dhe nuk varet edhe prej drejtorit, mirë po jo, ka domethënë shumë institucione të cilat shumë drejtorin e kemi. Jo, ka shumë filtra që duhet kalohen. Ashtu që ka shumë filtra të cilat duhet kalohen derisa të vjen deri te. Okej, ju kërkoni edhe tregoni çfarë duhet, e tani drejtori dëgjon, pastaj drejtori vazhdon. Tash në stinën e dimrit nuk kemi aq probleme të cilat sikur që janë në stinën e verës, për shkak se dehidrimet zakonisht ndodhin gjatë verës, domethënë me viruset e barkut që janë, po me viruset e barkut që janë dhe viruse tjera. Ndryshimet e temperaturës tash sjellin tjera probleme. Tash vin alergji, pastaj vin gastroenterokolize. Vazhdimisht do keni punë ndani. Domethënë tash jemi në stinën e hapjes stinës alergjive, për shkak se fillon vetëm se lulëzojnë pemët dhe domethënë shumica e njerëzve të cilët janë alergjik, domethënë
janë këtë fazë që duhet të pranojnë terapi antialergjike. Para kohë që të jenë të prevenuar. Mos kenë probleme. Le të na ndëgjojnë mirë, sqarojeni këtë çështje. Ashtu që, domethënë, mbas periudhës kur fillon vetëm severa, kemi më tepër viruset të barkut, të cilët janë si pasojë gastroenterokoliteve dhe mund të vjen deri te dehidrimi. Domethënë, në ato raste kemi nevojë që të rehidrohen, mirë po më e rëndësishme është të rehidrohen përmes gojës sesa përmes ushqimit artificial, themi kështu, mos themi infuzione, po intravenos, po. Ashtu që besoj që ndër i verës do të mund duhet, po atë e vlerëson mjeku, apo jo? Si? Donjëherë duhet, domethënë po atë e vlerëson mjeku. Po, domethënë ne sugjerojmë që të pranojnë më tepër lëngje që të kompenzohet ajo. Duhet edhe qendër ditore, doktor. Po shpresojmë edhe ajo do të bëhet realitet, ashtu që nuk është diçka e pamundur, domethënë gjithçka që e dojmë mund të arrijmë, ashtu që nuk është diçka. A mendoni sinqerisht tani ndoshta ndonjëherë po bëjmë kështu pak më jo shaka absolut, se me shëndet asnjëherë nuk bëjmë shaka, po thjesht po insistoj vazhdimisht që domethënë nëse mendoni se duhet, ja. Domethënë edhe këtë qendër që kemi tash nuk e kemi parapat që do të hapet, po ja ndodhi, ashtu që besojmë që me kalimin e kohës ngadalë do të vinë gjitha gjanat. A ka gjasa drejtor, kështu ti jemi rart? Ose do të tentoni? Si, absolutisht se gjasa ka. Mirë po, ne si shtëpi e shëndetit nuk e ofrojmë shërbimin e qëndrimit ditor. Pra, nuk guxojmë tash të hapim një qëndrim ditor për arsye se nuk e kemi në shërbim, si shërbim nuk e ofrojmë, ashtu pra. Kjo duhet kaloj në për raste urgjente, po. Po, sidoqoftë, nuk e kemi atë të drejtë si shtëpi e shëndetit, para atë i dërgojmë në klinikë. Mirë po, prej hapjes së qendrës pediatrike, besoj se tani do të na hapen dyert që të hapim edhe nga një dhomë aty që të ketë edhe qëndrim ditor. Thash zotit mos kemi fëmijë që të shtrihen atje, po nëse duhet? Po, patjetër. Pra për arsye të kësaj do të jemi të detyruar disi të hapim edhe një dhomë që do të ketë qëndrim ditor, mirë po prap do duhet kjo të shkojë në ministrin, pastaj në fondin qendror. Duhet punë faktikisht, po. Po, ka bashkëpunim, ka ndrim të ligjeve, ndrim të sistematizimit e kështu me radhë. Për shkak se kjo është vetëm se në nivelin terciar, kurse ne jemi primar dhe sekondar, ashtu që për kaluar në nivel terciar. Nëse sekondar disa gjëra dhe duhet i bëhen. Sekondarat duhet të ndryshojnë shumë ligje, të cilët nuk varet. Gjëra dhe mund të bëhen, domethënë. Jo, kam fjalën që edhe shërbime tjera specialistike që i kemi, domethënë kryen shërbime të cilat janë të mundura në nivelin sekondar, jo në atë terciar. Për shembull, sikur në internistike shërbimet që janë, kryen vetëm disa intervenime të cilat mund të bëhen në kushte sekondare, kurse ato në terciare shkojnë në klinikë. Ashtu njëjtë edhe këtë shërbimin tonë. Bashkëpunimi i juaj si pediatër dhe ju si shtëpi e shëndetit, bashkë me pediatër të rej në raste pak më urgjente, si funksionon kjo? Kontaktoni me pediatrët e klinikës? Organizoni ndoshta, mandej vjen edhe pyetja sa vetura, ndihma shpejte, kështu me radhë si funksionon e krejt? Kur janë raste urgjente, domethënë ne kemi kontakt me kolegat të cilët janë kujdestar njëjtë në qendrën universitare dhe gjithashtu me lidhjen që kemi me ndihmën e shpejtë, kërkojmë veturë të cilët do ta transportojnë deri në klinikën universitare. Nëse është gjendja aq e rëndë për shembull, nëse është diçka e lehtë, i këshillojmë të vazhdojnë në klinikën universitare ku atje i presin ekipa kur janë në raste më të rënda, për shkak se bëhet një triazh të cilën ato nuk presin në rend, por vazhdojnë në atë shërbim që ju nevojitet për shembull atyve. Doktor, edhe një sqarim, jo që nuk e dim, po thjesht ndoshta unë po mendoj se duhet. Domethënë nëse fëmia eventualisht rrëzohet, nuk duhet apo duhet ta dërgojmë tek ju apo në klinikë. Edhe për raste të tjera, për shembull, lëndohet duke lozur. Lëndimet këto trajtohen në klinikën e hirurgjisë fëmijëve, domethënë atje trajtohen nëse ka nevojë bën imazhe, domethënë kompjuter, magnet, varësisht se çka nevojitet. Varësisht prej rasti që ka ndodhur, prindi tregon dhe domethënë ato trajtohen në klinikën e hirurgjisë fëmijëve. Për lëndimet vogla ta zon, dim fëmijët apo jo pak të griten, të përvlohen ndonjëherë, duhet vinë te ju apo prap drejtohen? Domethënë djegjet ato domethënë që trajtohen në klinikën e hirurgjisë, domethënë ose hirurgjisë plastike, djegje apo diçka të tilla, se as në klinikën e pediatrisë nuk trajtohen këto raste. Domethënë edhe ato kur drejtohen në klinikën e pediatrisë, ato i drejtojnë në klinikat që janë kompetente për atë problematikë. Edhe pse do ndërlidhem pak, kemi raste, pra gjatë ditës, pra
ka edhe kësi farloj lëndime të cilët vinë të ne pikës pari, pra lëndime në kokë apo në krah nuk di, sepse ne kemi edhe specialist ortoped, ku i bëjnë incizimet e tyre, shohin bazë të incizimit, a duhet të trajtohet të vazhdo në klinik, apo mundet me disa udhëzime të mjekut, të specialistit. Po në raste të djegjes, siç e thatë, edhe doktori siç e tha, ato shkojnë direkt për të vogla, për të vogla, për të vogla po flas. Ku ka intervenime, ku duhet intervenimet vogla, ku duhet intervenime, ne nuk i ofrojmë ato kusht, ato shërbime, ato shkojnë drejt në klinik. Edhe pse pra mirë ka është që vinë, po, prandaj edhe ju pyes po. Po, ka që vinë edhe tek ne. Mos kod vinë ta zëm prej ndonjë katundi, prej ndonjë fshati ta zëm më të largët deri tek po. Jo, sepse qendër ashtu specialistike edhe ndoshta mund qendër specialistike jo urgjente. Specialistike thash. Deshat të po jo, nuk është urgjente, por atë është domethënë specialistike, të cilët trajtohen të simptomatologji. Kishte qenë urgjente, do trajtonim edhe kësi farloj lëndime. Leximin e imazheve thatë se e keni rregulluar. Kemi edhe ordinancën ortopedike, por nuk di, ata e kemi në Poliklinikën Çajër, nuk di në Bit Pazar ka diçka risi apo jo tjetër? Jo. Dhe e keni furnizuar apo motis kam qenë, sinqerisht, ja, kemi doktoreshën ortopede në Poliklinikën Çajër, por nuk di është furnizuar ordinanca edhe me aparatin e ultrazërit e këto, nuk e di se duhet ta vizitoj, po e shifni varet prej ngjarjeve ashtu edhe po realizoj visione. Kemi mjekën specialiste në Çajër, unë gjithashtu kemi edhe në Bukuresht, të cilat ordinanca janë të furnizuara me gjitha pajisjet të cilat kanë nevojë, dhe njëherët nuk kam, se unë beso se çdo javë kontaktoj edhe me mjekët dhe me specialistat, po edhe me këshilltarët e mi, nëse ka ndonjë kërkesë nga ana e mjekëve, se ku jemi me mungesë të kuadrit, të paktën barem të mundohemi këto që i kemi njerë për njerë t'i mbajmë, si t'i mbajmë, të ofrojmë kushte për të punuar dhe për të ofruar shërbime të cilët pacientët kanë nevojë. Kemi raste kur në mbrëmje zakonisht mjaft fëmijë mund të lëngojnë nga dhimbja e dhëmbit. Edhe ja, dhimbja e dhëmbit thonë nuk durohet, aq më tepër tek fëmijët. Deri vonë nuk kemi pasur diçka që ka funksionuar në Bit Pazar deri në 10 ora, deri në 11 edhe Gjorgje. A ka risin këtë drejtim ta? Mendoni që ndoshta edhe këtu duhet shtohet orari në mbrëmje? Kemi edhe kujdestarie për stomatolog. Deri në sa, drejtor? Deri në sa ora funksionon? Kujdestaria gjetë në mëngjes. Rregull, cilat na e sharoni doktor. Edhe nëse keni, unë tani do ju pyes, po se s'kam qenë moti tash për ta vizituar. Në Poliklinikën e Bit Pazarit, në Poliklinikën e Janez Sandanskit, në Poliklinikën e Gjorgje Petrovit, në Bukuresht më duket, apo nuk jam tash i sigurt, mirë po kemi edhe ato shërbime stomatologjinë të cilën na ofrojnë. Edhe ato po, vetëm për qetësimin e dhimbjeve, edhe më duket është edhe për nxjerrjen e dhëmbëve nëse ka nevojë, ndryshe nuk mbushen dhëmbët, le ta dinë, vetëm qetësimin e. Po, për qetësimin më shumë janë, po. Ndërsa se di se ecekëm në fillim punën e qendrës specialistike pediatrike është e para herë të cilën e ofrojmë shtëpia e shëndetit si shërbim. Dhe por atë thash edhe në fillim, është shumë e mirëpritur nga banorët, nga qytetarët, se siç e dini bëhet rendi i madh në Kozle, në klinikën universitare, edhe për atë arsye tash janë shumë më të kënaqur sepse nuk shkojnë vetëm atje, po vinë edhe këtu. Tek fundit mund ta dinë pacientët se kemi viroz, kemi ndonjë smundje më serioze edhe pastaj ku drejtohen. Bile kemi raste të cilët më kanë telefonuar personalisht mua, prej atje kanë ardhur këtu. A është hapa, e keni hapën se shumë këtu po presim, a mund vim në Bit Pazar. Po, kemi edhe kësi raste dhe kanë ardhur vetëm që mos presin në rend shumë. Është iniciativë definitivisht që është dashur motiko, po ja që më mirë ndonjëherë se asnjëherë, po. Iniciativë për të përshëndetur. Pika e dopt, spakuimja dhe qytetarëve. Alo, doktor, na duhet ndihma e shpejt. Kemi vetura, ende është e paqartë kur të thirret ndihma e shpejt, po janë ato pyetjet nga ana tjetër të telefonit që shumë mirë kuptoj se shpeshherë mjekët edhe drejtorët tjerë të shtëpive të shëndetit na kanë sqaruar pse domethënë na mbani në telefonat shumë dhe ndonjëherë nuk ka veturë
shtu me radhë, dikur kishim 7 vetura, 6, 8, disa punonin, disa jo, tani ju po thoni keni 12, si që ndrën puna me veturat e ndihmës së shpejtë. Edhe pastaj edhe me ekipet, se zakonisht ka probleme për ta mbledh një ekip për ndihmën e shpejtë. Shive, nuk qëndron problemi pikëpari ndihma e shpejtë është një çështje me të vërtet shumë e rëndësishme si për shtëpinë e shëndetit, por gjithashtu edhe për banorët. Sa po funksionon ashtu si thot. Kjo është pyetja shumë shkurtër. Po. Ndihma e shpejtë funksionon jashtë mase më tepër bile edhe se duhet edhe se mundet. Për arsye se jemi në mungesë të kuadrit të ndihma e shpejtë, nuk pra po e them, me padurim po presim pëlqimet nga Ministria e Financave që të mund të bëjmë punësime dhe t'i dërgojmë në ndihmën e shpejtë. Për momentin jemi shumë pak, i kemi diku 6 apo 7 ekipi cili përbëhet nga një mjek, motër medicinale dhe shofer. Mjete kemi, por ekipe nuk kemi. E për atë edhe ka kësi farë problematike që në telefon i marrin, kur t'i marrin pra pyesin pse, si, qyshte, se kemi edhe keq përdorime nga kjo aspekt. Për shembull, kanë thirrë ekip, mirë po nuk ka pas nevojë për ekip të shkon dhe të intervenon urgjentisht. Për atë arsye pra është rrit kjo, si them, numri pyetjeve derisa të shkojnë pra ose para se të shkojnë. Ato janë edhe normale pyetje shpesh herë po them, zakonisht sepse aty mundet edhe vetë familjari ta ndihmon personin që ose ta zëm në rrugë apo jo rrezohet dikush dhe aty për aty derisa vjen ndihma e shpejtë mund të ndihmohet me atë sa ka mundësi me këshillat e mjekut. Po e kemi këtë problematikën e kësaj të cilën kemi mungesë dhe dua të potencoj se pos punësimeve të rregullta të cilët i kemi dërguar në ministrinë, kemi bërë një kërkesë enkas vetëm për ndihmën e shpejtë, pra kemi kërkuar diku 30 ekipe. Vetëm për ndihmën e shpejtë të cilët do të punësojnë 30 ekipe, pra i bie aty 90 punësime, se nga një ekip nga 3 persona, mjek, motër dhe shofer. Dhe besoj se do të hasim në mirëkuptim edhe nga ana e ministrisë që të punësojnë sa më shpejt dhe të jipen pëlqimet për këto punësime. Doktor, doni të inkuadrojeni rreth thirrjeve në ndihmën e shpejtë, por kur kemi probleme me fëmijët, në cilat raste duhet thirret ndihma e shpejtë, cilat jo? Zakonisht kur kanë fëmijët konvulzion apo në popullat njohura si ngërçe, ato domethënë janë patjetërsueshme thirret ndihma e shpejtë. I bie si epilepsi ashtu diçka apo jo? Nuk është epilepsi, se kjo ndodh deri në moshën 5 vjeçare, domethënë janë raste të cilat mund të ndodhen tek fëmijët, kurse pas moshës 5 vjeçare vetëm se diagnostifikohen, ashtu që deri në moshën 5 vjeçare është normale të kenë kështu gërçe, mirë po në kësi raste domethënë thirret ndihma e shpejtë ku bëhet ngërçe në rregull, doktor, po a mund pak më detajisht na tregoni se çfarë do thotë ajo ngërçe, se jo të gjithë ndoshta shtangimet po tash duhet zgjasin apo jo në krejt trupin apo shikimit, shtangimi i trupit, domethënë drizet në trup që e kanë, donjëherë edhe me nxjerrje prej shumë prej gojës, po, ashtu që ato raste janë raste urgjente ku ju, domethënë, kur ndodhin pari herë, prindi nuk e din çka duhet të bëjnë. Mirë po. A kemi raste shpesh? Kemi raste, nuk është që nuk kemi, mirë po nuk janë shumë të shpeshta. Ashtu që këto raste, domethënë, është patjetërsueshme thirret ndihma e shpejtë dhe domethënë sipas nevojës jepet terapia për ndihmë të shpejtë dhe pastaj dërgohet deri në klinikën universitare për fëmijë. Diçka tjetër që mendoni se një këshill apo një këshilla domethënë për shkak se tek ne atë terapi që jepet tek fëmijët për momentin nuk gjendet në Maqedoni, ato e marrin prindët jashtë Maqedonisë, në vendet më të afërta që i kanë dhe secili prind domethënë këshillohet se si pastaj domethënë nëse ndodh herën e dytë apo tretë, ato më vetëm se e dinat si shkon ai rend. Janë të informuar prej mjekëve të cilët gjenden për shembull në spital kur dërgohet, i tregojnë gjitha si duhet të pason pasi të ketë ashtu ngërçe. Drejtor, termini im se edhe në poliklinika ekziston termini im edhe duhet të ekzistojë. Kemi apo jo telashe, se po të na pyesni neve si pacient, ne zakonisht do themi shkojmë, nuk presin mjekët, janë mjekët aty e kështu me radhë, ose atë njëjtën termin ndoshta 2-3 pacient janë. Kemi të lovim, mjaft shumë në për ordinancat specialistike në për poliklinika. Si do e komentoni jo, si pas jush, qëfar keni parë, është kështu, ose është kështu? Po, është deri diku
Dhe pse është nëse është? Po prap, po rikthehemi te ajo, mos them kryesorja, po nevoja e kuadrit e punësimeve të reja, sepse te ne, siç e dini, funksionojnë dy ndrrime, mirë po në shumë të në rasteve nuk funksionon për arsye se kemi mungesë të kuadrit. Nuk ka mjek në ndrimin e dytë. Po, nuk ka mjek, nuk ka specialist, edhe për atë arsye. Pra, termini im funksionon vetëm për një ndrim dhe normal, tash ai mbushet, të tjerat jo me prioritet i marrin, vinë, presin dhe siç është procedura, një herë trajtohen këto që kanë me termine, pastaj ato që nëse do mjeku e merr me prioritet, nëse do, sepse ai e ka të ngarkuar apo orarin, edhe orar të caktuar. Ashtu pra, nuk ka puna se nëse do, po sa ka hapësirë për ta marrë. Dhe këtu qëndron problemi, se nuk ka, se për shembull nëse i kalon orari i punës, edhe beso se shumë raste ka prej specialistëve, e kalon orarin e punës që vetëm mos t'i kthej, sepse kemi edhe fëmijë, kemi edhe atë që duhet trajtohet me gjendje pak më të rëndë. Mirë po duhet kjo sa më shpejt që të rregullohet dhe besoj që do të rregullohet. Keni bërë ndonjë plan si do e rregulloni, mbase me të vërtet tani ju jeni përgjegjës për këtë? Po, plani për momentin. Normal. Po. Plani për momentin është punësime të reja dhe rritja e rrogave. Besoj se me këtë plan, nëse realizohet, besoj se do të kemi edhe numër të konsiderueshëm edhe punësime të reja, por edhe nuk do të ketë mungësia apo probleme me terminin e kështu me radhë. Sipas jush, cila poliklinik funksionon më mirë dhe ka kuadër të mjaftueshëm, e cila jo, apo ndoshta i bëni ato ndrimet, si funksionon kjo? Po, kemi diçka me ndryshun këtë drejtim, nëse veç ta zëm, nëse në poliklinikën Bit Pazar mungon ta zëm një specialist i syve, a ka gjasa ndonjëherë të bëhen ndrime, ai i dadis të vije këtu, apo shi, me qenë se çdo drejtor ka po planet e veta për zgjidhjen e çështjeve ose probleme, mos ti themi probleme tani. Po dhe të mira nuk janë, apo jo? I kaluan të mirat, veç nëse keni të shtoni diçka. Flasim pak për probleme. Ka edhe kësi farloj e quajmë ne rotacion, ju bëjmë mjekve, për shembull ku ka nevojë më së tepërmi, shkojnë nga një javë aty, pastaj kthehen te poliklinika ku kanë punuar, ose shkojnë 2 herë në javë atje, vetëm që të mbulohen edhe pacientët e atij reoni, pra mos të ngelen të pa shërbyer. Për shembull e kemi poliklinikën në Saraj, e cila fatkeqësisht atje shumë jemi dobët nga ana e specialistëve, dhe çfarë kam ndërmarrë tani, kam ndërmarrë që specialistët nga poliklinika tjera të shkojnë edhe atje nga një javë, që të mundet të trajton edhe pacientët atje. Apo e pranoj lehtë, doktor apo drejtor? Se ndoshta nuk është edhe lehtë për mjekët tani të ndrojnë ambientet. Beso se nuk, problemi më shumë qëndron se pacient, në fakt specialistët, ja dhe doktorin e kemi këtu, po lidhen me pacientët, me të cilët shkojnë atje. Po edhe pacienti besa me mjekun. Po edhe pacienti gjithashtu me mjekun, edhe beso se nuk po dojnë të pranojnë për arsye të asaj, kryesisht, pra se vetëm se i kanë këtu pacientët, edhe puna është se për një pacient shkon një periudhë i cili trajtohet, pra duhet ta ndjekë ta përcjellë. E pastaj vjen tjetri. Ashtu, pra nëse nëse shkon për shembull në poliklinikë tjetër, atje i bie me shku një herë në 2-3 muaj, se shkon me rotacion, edhe nuk e di më ai pacienti i tij çfarë ka pas, ku ka mbetë dhe si ka ecë. Nëse rregullohet dhe funksionon mirë shtëpia e shëndetit bashkë me këto poliklinika që i përmendët, me gjitha këto fusha të ndryshme specialistike primare, sekondare, definitivisht ato spitale sekondare ndoshta do funksionojnë më mirë, dhe me këtë do arrihet qëllimi çdo ministri që deri tani ka teksuar, që të shkarkohet domethënë ngarkesa në klinikat universitare. Ju keni punu edhe atje për atë që të ndëlidha unë. Ngarkesa në klinikat universitare nuk bëhet vetëm prej shtëpisë shëndetit Shkup, domethënë ajo ngarkesë bëhet prej gjithë Maqedonisë. Domethënë nuk kemi, domethënë duhet të rregullohet një herë ajo në qytete tjera, pastaj të heqet domethënë ajo ngarkesa që bëhet në klinikën universitare. Domethënë shërbimet të cilët janë primare dhe sekondare të rregullohen në qytetet sikur që janë Maqedoni gjitha, sikur që ka dim. Po kanë çdo shtëpi shëndeti çdo qytet ka. Po kanë mungesë kuadri, sikur në shtëpinë e shëndetit Shkup, domethënë gjitha qytetet kanë mungesë kuadri dhe
për atë arsye vjen deri te ngarkesa në qendrën universitare. Atë rëmuj nuk e kemi sikur vetëm në shtëpinë e shëndetit, po ajo rëmuj është edhe në klinik për shkak të, si thotë, termine i kapin nuk i kapin, ashtu që secili mjek mundohet maksimalisht të ofron veten në shërbim të qytetarëve, ashtu që secili mundohet edhe ato që i ka me termin, edhe ato që i ka me prioritet të kryejnë shërbim. Mirë, po tash sa na mundson koha është diçka tjetër. Dal nga dal, jemi ka fundi emisionit. Drejtor, është hera e parë që jeni në Provita, tashmë 6 muaj jeni duke menaxhuar këtë institucion shëndetësor, shtëpinë e shëndetit në Shkup. Çfarë është ajo që doni ta ndani me shikuesit e Provitës, duke marrë parasysh faktin se jo vetëm që ju ndjekin pacientët, ju ndjekin kolegët e juaj, ju ndjekin mjekët, po pse jo dhe ndoshta nëse jo sonte nesër pas nesër, në gjatë ritransmetimit, po dhe rrjeteve sociale, dhe me thënë edhe emisioni Provita emitohet, dhe me thënë edhe në rrjetet sociale më pas, cilat janë ato kërkesa, këshilla, mesazhe, qoftë për probleme, qoftë për keni hapësirë edhe për ndonjë ide, plan që e keni detektuar, doni ta realizoni dhe mendoni se do të ndikoni që të përmirësohet gjendja në përgjithësi, se tani nuk po themi që është e keqe e mirë, po ja i treguat edhe vetë, edhe ju vetë i shihni se ku edhe cilja klinik, poliklinik më së shumti çalon. Po, pra, ideja kemi mjaft se si çfarë ndryshime do kishim bërë në shtëpinë e shëndetit, por puna e parë të cilën duhet ta bëjmë ose prej të cilët dhe varen të gjitha idetë janë punësimet e reja. Nëse kemi punësime të mjaftueshme, atëherë do kemi edhe punë për të bërë më tepër, që do kemi edhe idejat për të cilët ja vlen për t'i bërë dhe për t'i realizuar. Dhe siç thash, besoj se në të ardhmen do kemi punësime dhe do realizojmë shumë ide të cilat i kemi në plan. Qytetarëve ju kisha sugjeruar apo ju kisha këshilluar që të vinë te shtëpia e shëndetit, të vizitojnë mjekët, të bëjnë kontrolle të rregullta, laboratori e kështu me radhë gjana, që mos të presin të keqësohet gjendja dhe pastaj të nxitojnë dhe të mos mundet të mrinë, të arrijnë te mjekët e kështu me radhë të krijojnë probleme të ndryshme. Por atë vizitoni sa më shpesh, trajtoni gjendjen shëndetësore e kështu me radhë. Po. Doktor, pediatër? Unë kisha dashur sa më tepër buzëqeshjet fëmijëve dhe të jenë sa më të kënaqur për shërbimeve tona që japim, dhe ne me tonën do të mundohemi maksimalisht që një buzëqeshje fëmijëve vlen shumë më shumë se gjithçka tjetër. Besoj ndonjëherë do kem mundësi të vi në orët e vona dhe të shohim se si po funksionon edhe drejt për drejt kjo qendër. Po zotit vini për të mire, jo për... Po, definitivisht. Qëllimi i kësaj qendre edhe apjes është për intervistë. Nëse vivi për intervistë, normal, personalisht, po... Kjo ishte edhe njerë ju. Faleminderit sinqerisht që ndatë kohë, mundësuat realizimin e këtij emisioni me vetë prezencën e juaj. Faleminderit. Faleminderit në kënaqësi. Ndërkohë normal se gjithnjë falëndrimi veçantë shkon edhe në adresë të juaj shikues të nderuar që edhe sonte ishit bashkë me ne. Shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.